avokat ne thamë që ishte një familje e fortë, atletare, a e shton më shumë këtë forcin e kësaj familjeje fakti që edhe pse zyrtarisht nuk dihet, po të gjitha aludimet, gjitha perceptimi është që Zylfia Haklaj vrau personin që dyshohej se kishte urdhëruar vrasjen e Fatmir Haklajt në qendër të Bayramcullit. Pra në një tavolinë që ishin disa persona, ajo shfaqet papritur dhe me breshërinë e një Kalashnikovit flasin dëshmitarët, një grua e gjatë mbi 1,90 arriti që të sharronte nëse flasin në gjuhën e policisë të gjithë personat që ndodheshin në tavolinë. Çfarë treguesi është kjo? Po, duke qenë se në këtë zonë, jo në këtë zonë, por në gjithë vendin tonë akmarrja është një nga cilësitë apo virtytet që ne kemi, ndërkohë që në këtë territor, pra duhet të kuptojmë që gjakmarrja në gjithë Shqipërinë, akmarrja ne e kemi virtyt, por në zonat e veriut ne ende kemi gjakmarrjen, pra akoma më thellë, po ndërkohë që këtu ne jemi përpara faktit se zonja Zylfie mori hakun të presupozuar, sepse mendonte që ata, pra një pjesë që ishin atë tavolinë, kishin urdhëruar vrasjen e njeriut më të ngurësht, pra më dashur të tyre, dhe shkoi të merrte hakun. Shkoi vetë personalisht në mes të qytetit, shkoi edhe për vetë faktin sepse duke qenë se femrat, pra nuk konsideroheshin, pra nuk është kanuni, pra nuk e ka në normat e tij që të dyshoj apo femra të shkojë dhe të marri hakun, pra këtu nuk kemi raste të zbatimit të kanunit dhe kjo ka qenë motivi që ajo ka shkuar dhe një element tjetër i rëndësishëm ka qenë për të dhënë një mesazh. Pra mesazhi ka qenë i fortë në mes qytetit dhe ajo tregoi aty që ne nuk do të tërhiqemi nga idealet tona, nga akmarrja jonë për të vendosur nderin në vend dhe do të bëjmë gjithçka për të luftuar për të marrë hakun ndaj familjarëve të tyre. Pra ky ka qenë gjithë ajo që ka bërë dhe pastaj ne kemi zhvillime të mëvonshme që shkoi jashtë shtetit dhe është aktualisht në Suedi ku ka marrë edhe azil politik, pra me gjithë dosjen Aklaj, ajo ka pasur mundësi që dhe nuk është dënuar, pra nuk kemi një dënim apo një ekstradim për Zylfia Aklaj. Fatmir Haklaj njihet si personi që ka vrarë në atë shtator të 1999-s dhe zotin Azem Hajdari. Ajo ngjarje ka qenë në praninë e drejtorit të policisë së asaj kohe në Tropoj, Jaho Murustani ose siç njihet ndryshe Jaho Salihi. Ai pranon në intervistat që ka dhënë më vonë që vrasja është bërë nga Fatmir Haklaj dhe se unë nuk është se kam shkrepur armë atë ditë dhe nuk është se kishim shkuar aty për kryer ndonjë vrasje, ndodhi në moment. E konsideron arrestimin e tij dhe dënimin e tij si teje të rëndë. Ai pretendon që nuk ka gisht, pra nuk është se ka shtënë me armë gjatë atij episodi. Çfarë ndodh, avokat? Nëse rezulton që ai nuk ka shtënë, realisht është dënim shumë i rëndë me 25 vite mos gaboj apo burgim i përjetshëm për Jaho Osmani. Atëherë kemi burgim të përjetshëm, por ne duhet të kuptojmë që prokuroria në atë periudhë, pra kemi një prokurori të përgjithshme, e cila u mor me hetimin. Kjo prokurori vinte pas vitit 97. Pra 97 ishte u dogjën prokurorit, pra nuk kishte mundësi fizike, por me burime njerëzore, por edhe një fuqi për të bërë një hetim të saktë të kësaj ngjarje. Pra kush ka qenë ai që ka futur në kurth të ndjerjen e Azem Hajdari, si ka mundësi që shkoi
zoti Hajdari shkoi në vendin e ngjarjes, pra të shkonte i vetëm, pra i shkoi vetëm me 2 miqtë e tij që i kishte edhe truproje, dhe ka pasur me vete vetëm një pistolet. Pra kjo ka qenë gjithë përshkrimi që është bërë në ngjarje. Flitet që dikush e ka njoftuar në Partinë Demokratike, ai ka qenë në selinë e Partisë Demokratike, dhe dikush e ka njoftuar, i ka thënë që e kërkojmë, pra edhe personat cilët e kërkonin, dhe në prani aty ka qenë edhe zoti Berisha, pra në momentin që i kanë thënë që zoti Hajdari kanë ardhur dhe të kërkojnë Jaumul Osmani, Fatmira Aklaj, dhe kanë qenë edhe 2 persona të tjerë, mos gaboj, cilët e kërkonin dhe duan takim, dhe ai ka parë me njerë tek doktor Berisha dhe ai ka thënë shko takoj, nuk ka asnjë lloj problemi, meqense kanë kërkuar sjarim. Dhe ai ka shkuar, i ka besuar, pra ka dalë nga selia e Partisë Demokratike me pistolet, dhe ka qenë i shoqëruar nga 2 bodyguardët e tij. Por duhet kuptojmë që përpara këtij episodi kemi pasur 2 atentate ndaj zotit Hajdari, pra qoftë në Tropoj, por edhe në Milot. Kemi 2 atentate. Dhe atentate që ndodhi brenda Kuvendit të Shqipërisë. Po, ajo ka qenë për motive të dobta, dhe hetimi dhe gjykimi është bërë sepse me zotin Mazreku ka pasur një konflikt verbal dhe pas fizik, dhe flitet që zoti Mazreku nuk e ka përdiu, pra atë goditje që zoti Hajdari bëri në sallën e kuvendit, shkoi dhe goditje plagosi. Pra është diçka që nuk besoj që ka lidhje me këtë ngjarje apo me këtë episod. Të atentateve që janë bërë ndaj tij. Dhe kjo ka ngelur, pra nuk është zbuluar. Prandaj prokuroria e posaçme besoj duhet të ketë një lloj përgjigje për vrasjen e shekullit, sepse kemi eliminimin e liderit të dhjetorit, pra duhet thënë që ka një kontribut shumë të rëndësishëm për sa i përket lëvizjes së dhjetorit, pra një student i cili ka qenë guximtar, ka marrë pjesë në protesta dhe ka qenë një tip energjik, impulsiv dhe ka pasur shumë grind për sa i përket protestave dhe organizimit të studentëve të dhjetorit, kështu që duke qenë se kemi ka kaluar një periudhë shumë e gjatë e viteve dhe natyrisht që kemi një organizim tjetër, kemi prokurori e posaçme e cila ka një lloj tjetër stature, mbështetje ndërkombëtare, por duke qenë se edhe për vetë statusin që ka kjo prokurori, kjo ka për detyrë që të jetoj edhe politikanë nivelit të lartë, pra cilët mund të kenë qenë ata të cilët kanë dhënë urdhrin ose mundet ta ketë në kurth, se duhet kuptojmë që Partia Demokratike vinte pas vitit 97. Avokat, vetëm shkurtimisht, me pretendimet që Jaumul Osmani ose Jahu Sali ka, pra që ka qenë në vend ngjarje, por nuk është se ka shtënë me armë ose të ketë qenë i përfshirë drejt për drejt në konflikt, a është i tepruar pikërisht dënimi ndaj tij, pra duhet bërë një rivlerësim, rigjykim tjetër? Patjetër mund bëhet një rigjykim, por nuk mund të bëhet i shkëputur nga hapja e gjithë kësaj dosje. Pra unë mendoj që ka ardhur koha që të hapet dosja Hajdari në mënyrë që të hetohet, pra në mënyrë profesionale, në mënyrë të drejtë, por tashmë ka edhe mundësi tjetër, sepse ka kaluar shumë vite dhe çfarë mundet të kenë bërë ata që kanë organizuar të ngjarje, çfarë ka sjell, pra pas asaj ngjarje, organizatorët, ata që kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin, ata që e kanë ekzekutuar, pra çfarë marrëdhëniesh kanë pasur më vonë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, shumë çështje zbulohen edhe kur kalojnë vitet tëra, gjithmonë krimi zbulohet edhe pse mundet të kenë kaluar shumë vite,
provat janë aty, pra për gjithë qasjen që mund të kenë organizatorët, dhe duhet kuptojmë që zoti Hajdari pretendonte në atë periudhë që të ishte, pra të merrte një rol drejtues në Partinë Demokratike. Pozitat e zotit Berisha në atë periudhë nuk kishin shumë të forta, sepse ai vinte pas humbjes dramatike në vitin 97 në shumë qytete të Shqipërisë, por kryesisht në jug, pra në Vlorë ai nuk shkonte dhe ka qenë zoti Hajdari i cili atë natë, pra ai ka qenë natën që është vrarë, pra ka qenë në Vlorë, pra shkoi në një miting në Vlorë me zonjën Josefina Topalli, ata kanë qenë në Vlorë me një miting i cili është zhvilluar me pjesëmarrjen e shumë qytetarëve, dhe atë natë ka ndodhur ngjarje e rëndë ku i kanë marrë edhe jetën. Kështu që besoj që ka ardhur momenti që dosja e Hajdarit të fillojë dhe të rigjykohet. Mundet këtë lidhje edhe me dosjen Aklaj, pra to mundet të bashkohen, apo vetë prokuroria mund të nxjerrë indicje gjatë gjithë hetimin që mund t'i bëj dosjes Aklaj, në mënyrë që të nxjerrë edhe të zbardhë edhe vrasje të tjera të cilat kanë ngelur ende me pikpyetje të madhe dhe pa përgjigje të qartë nga organet e drejtësisë. Avokat, shumë faleminderit për intervistë. Faleminderit shumë edhe.